Gjithçka mund ndodh dhe probabiliteti ka bërë shumë lojra të forta në të shkuarën, por sot fitoria e koalicionit të Sali Berishës ka gjasa të ndodh, aq sa dhe përplasja e një asteroidi vdekjeprurës mbi tokë. Nuk ka asnjë sondazh në asnjë televizion, edhe ato për opozitës, që nuk e nxjerrin Berishën me 2 shifra pas qeveri. Sigurisht që kjo është anomali. Normalisht qeveria duhet ishte gati duke bërë valizhet pas 12 vjetësh. Por ndoshta është anomali pasi opozita drejtohet nga njëri që duhet ishte në pension, por që nuk e lan të qeta shionte as amerikanët, por as hijet e të shkuarës tij. Ndoshta sepse lideri tjetër i opozitës është në burg, për shkak të hijeve të shkuarës, por edhe për shkak të një përçarje të fortë të ashpër që vazhdon në mes të Partisë së Lirisë. 11 maj, kështu për opozitën po shihet më shumë si mbjetesë sesa si fitore. Por nuk është lori gjithçka që shkëlqen edhe tek ata që duket se po vrapojnë nga vendi i parë. Një garë e egër po zhvillohet brenda socialistëve, ku probabiliteti për mandatën në listën e hapur është më i madh. Betejë e padukshme dhe më e egër po zhvillohet në qarkun e Tiranës. Deputetë që fshehurëzi shkojnë në zona ku nuk janë caktuar, ku bëhen premtime të rëndësishme politike ende të pabazuara dhe ku fërkimet rrezikojnë të kthehen në përplasje të forta, sidomos sapo të ndahet numri i mandateve roz. Në premtimet që ndonjë kandidat po shpërndan tek nuk në dyert e votuesve është unë do të jem kryetari i ardhshëm i Bashkisë Tiranës. Sigurisht kjo është një gënjeshtër. Por është e vërtetë, mbi votat e Tiranës qëndron hije rënd Bashkia e Kryeqytetit, ose më saktë rëndon hija e kryetarit bashkisë Erion Beliaj. Tronditja e arrestimit të tij nuk ka kaluar ende e plot. Mbështetësit e tij gjithashtu sot nuk arrin të kuptojnë nëse kjo hije që deri dje i mbronte, sot a mos ball po i dëmton? Në listën e Tiranës janë nën kryetari i bashkisë, një kryetar njësie, një ish drejtoresh e bashkisë dhe spaku 3-4 njerëz të afërt Erion Beliajt. Por janë të gjithë në listë të hapur, aty ku veç hijes së Beliajt rëndon dhe gjykimi direkt i votës socialistëve. Dhe fillimisht për këtë do të flasim sonte në Real Story. Sikla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në program. Sot jam në shoqërinë e 2 kolegëve të mi, Martin Leka, mirëmbrëma Martin, dhe Artur Nura, mirëmbrëma Artur. Pak më vonë me ne në program do të jetë drejtuesi i Partisë së Lirisë zoti Teri Blushi. Por fillimisht me ne është Toni Gogu, nënkryetari i grupit parlamentar socialist dhe antar i kryesisë së Partisë Socialiste. Mirëmbrëma Toni. Kënaqësi duke në program. Është kënaqësi. Faleminderit për ftesë. Besoj që kemi tërhequr pak nga një garë shumë e fortë apo jo në kryeqytet. Probabiliteti është shumë i madh i listës hapur ku ju ndodheni. Midis 7 dhe 8 vetave mund të futen nga lista juaj për shkak se zoti Rama ka bërë një zgjedhje, besoj në taktike duke futur shumë zonja në listën e mbyllur. Shumica besoj te kjo 7 apo 8 do të jenë, mos da bëhet vetëm 2 do jenë zonja, të tjera do jenë meshkuj, do jenë zotërinj. Kështu që beteja, megjithatë kjo e forcon betejën midis meshkujve. Betejë shumë e fortë, nuk e di nëse jam i saktë në këtë përshkrim e fortë apo e egër. Jeni i saktë. Unë do preferoja fjalën e fortë. Po duke në kuptuar e egër. Për shkak të një nga karakteristikave kryesore të familjes socialiste, që është solidariteti. Që do të thotë që po citoj zonjën Felaj që tha, shoqe jemi tha, po motra nuk kemi, kur pyet për të njëjtën gjë. Për garën me zonjave në listën e hapur. Unë besoj shumë tek pjesa e vllazërisë. Pra, vllazëria është ajo që mban bashkë organizatat jo fitimprurse. Siç janë edhe partitë në rastin konkret, pra me vullnetar. Tani, varet se kur ke 6 milionë euro të pagush për ilë bim. Po, janë të ndryshme. Ata quan zjarre flak në shtëpitë tyre, nuk është kjo Partia Socialiste. Ajo çfarë për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, risia e kësaj gare, përveç 2 alternativave që janë të qarta, është gara në mes partisë. Pra, unë mendoj që demokracia shqiptare kësaj radhe ka një test të fortë, të mirë, do ta quaja një test të mirë, sepse jo vetëm që mund të zgjedhësh forcën politike, por brenda forcës politike çdo votues ka mundësinë që të zgjedhë kandidatin që ai ose ajo do preferonte ose njësohet me të. Kështu që kjo gjë unë mendoj që e forcon. Patjetër e forcon partinë, e forcon demokracinë, e forcon shoqërinë shqiptare. Njerëzit do identifikohen me kandidatët e tyre. Nga ana tjetër, patjetër që e bën të fortë. Dhe në fakt, në sondazhin që si lloj karigesh. Do flasim për këtë. Në sondazhin e tretë që ne nxorëm dje, në shkallë kombëtare kishte një preferencë thuajse të barabartë midis
atyre që preferojnë partinë dhe që preferojnë kandidatin. Por, risia madhështore, do thoja unë, po jo me ironi, po vërtet një risi shumë e madhe, ishte fakti që shumica, ju lutem, nxjerrim tabelën e preferencës në Tiranë për partinë apo për kandidatin, kjo është në shkallë kombëtare, kjo nuk na duhet për momentin. Risia për Tiranën është që shumica dërmuese, kjo është në shkallë kombëtare, që unë thash më herët, pra ka një ndarje 38 me 38%, paksa në favor të kandidatit. Por për Tiranën, shikoni çfarë shifre spektakolare, që është pra 24.6% preferojnë më shumë kandidatin, përballë 38.1% që preferojnë partinë. Dhe ky është një lajm i mirë toni për, sidomos siç e thash, për listën e hapur të Partisë Socialiste, ku le të themi fund fare nuk do vlej partia, po do vlej individi. Absolutisht, është lajm i mirë për Partinë Socialiste, sepse edhe ku shikon mënyra se si ne jemi rreshtuar, ku në listë të mbyllur janë drejtuesit politik, të cilët do ta vështirësonin garën më shumë për shkak të peshës tyre politike, dhe nga ana tjetër janë personazhe të spikatur por të rinj. Ndërkohë që në listë të hapur janë të gjithë deputetët, të gjithë kolegët e mi, pavarësisht seniorazhit të tyre, por edhe qytetarë shumë aktiv. Pra, lista jonë e hapur kam përshtypjen që jep një zgjedhje të fortë votuesit dhe ndaj mendoj që edhe sondazhi e tregon këtë gjë. Por edhe partitë nuk është se mbeten pas, por unë e kuptoj që preferenca është e qartë. Preferenca është shumë e qartë dhe ju besoj e krahasoni ndoshta se nuk e di, jam kurioz si është në qytetet tjera ky lloj. Ja, po ta them, ju lutem, nëse mundet regjia të nxjerrë preferencën e Shkodrës, që është një qark shumë i fortë politik, siç është Vlora, siç është Fieri. Në Shkodër shikoni atëre zoti Gogo, shikoni që kjo është për Tiranën, po i lutem nëse na nxjerrni Shkodrën në ekran, në Shkodër shikoni që është e favorizuar qartazi partia politike. Pra shikoni në një qark si Shkodra, është 24.8% njerëz që preferojnë partinë, 30.2% preferojnë kandidatin. Pra këtu le të themi ka një dominancë totale e sistema politike. Ndërkohë që tek Tirana, dhe Tirana, kryeqyteti ka qenë gjithmonë temi avangard e shoqërisë shqiptare, duhet që preferenca është e qartë. Pra Tirana si shkojnë shumë më përpara se sa shkalla kombëtare dhe thonë, okay, politikisht po, na intereson, po na intereson edhe kandidati. Mendoj që është një leksion shumë i mirë demokracie që ju jepet juve, partive politike që e keni mbyllur këtë sistem dhe me si po japni. Unë besoj që hapja e partive politike në Shqipëri është ecën dora dorës me hapjen e shoqërisë shqiptare. Në fakt, te reforma elektorale u ecë dora dorës me Sali Berishën, me thënë vërtetë. Edhe këtë duhet ta pranosh, me që jeni kryetar grupi parlamentar. Ne ecëm dora dorës me atë bashkësi që kishim ne në këtë legjislaturë, që kemi në legjislaturë. Megjithatë, nga në bashkëpunimi mos bashkëpunimi me Novgradën. Nuk jam dakord. Dhe pastaj dalësh votosh me të sistemi politik në vend. Me shumë respekt. Nuk di si ta quajë ndryshe. Me shumë respekt. Ndërkohë që politika ka e morale, thuhet, okay, mund ka dhënë vendimin gjykata kushtetuese. Unë po e çoj projektin tek ligjet, po e çoj komision zgjedhor, po su miratu, po e çoj po janë seancë, po ngrej dorë, shpreh vullnetin politik dhe ashtet. Kemi hapur listën, që është fakt. Është hapur lista. Jo pjesërisht, lista është e hapur sepse tregon pikërisht kjo garë. Pra, pjesa e mbyllur e listës... Ju keni hequr hersin. Unë besoj, po, kemi hequr hersin. Po nuk e keni hapur listën. Si, 2/3 e listës si është e hapur. Ta që është e hapur, apo është totalisht e hapur? 2/3 e listës, shumica e listës është e hapur. Po, i pi që pjesërisht është e mbyllur. Pa tjetër që është e mbyllur, se ka në kushtetutat mbyllur. Kushtetutat ta mere hape. Jo, e tha gjykata kushtetuese, tha iq hersin. Dhe ne hoqëm hersin. Kurse, po kushtetutat thot që deri në 2/3, të më thënë ti mund të ambashtam, gjë që ne kemi quar maksimumin e vetë. Pra, të hapë. Kështu që besoj që kemi zbatuar. Një moment. Unë mendoj që ajo që thoni ju që është pjesë e shoqërisë, mendoj që shoqëria është më përpara jush kur ka këtë sondazh në Tiranë, fjala vjen, po flasin për Tiranën, unë mendoj që shoqëria është shumë më përpara të partive politike, qoftë edhe Partisë Socialiste, sepse preferon kandidatin më shumë se sa parti. Do më thënë, deri sa i duhet shkolli, dhe ajo që thot Koli për listat, për mbylljen dhe hapjen, është e vërtet, do më thënë, janë pjesërisht të hapura, ose le ta themi pjesërisht të mbyllar, kështu që
në të ardhmen tani se zgjedhjet erdhen, unë mendoj që duhet shkojmë drejt listave të hapura dhe... I dashur Martin, unë do ishe shumë dakord me ju nëse ai sondazh që tregon një prirje, tregon një dëshirë, tregon një preferencë, do të zbatoj në bizneset shqiptare, organizatat jo fitimprurse, kishat edhe xhamit, pra të njëjtën gjë, që njerëzit do shkonin dhe do preferonin njerëzit se sa formacione. Ke 12 vjetë pushtet. Ju duhet të hapni sistemin. Pra, ju duhet të hapni sistemin, ju duhet të garantonin rregullat. Pa tjetër që partitë politike e kanë hapur këtë po thoshja. Pra, mënyra se si Partia Socialiste është rreshtuar, që është jashtëzakonisht e ndryshme nga të gjithë kundërshtarët tanë, ku kemi nxjerrë në garë gjithë senjorazhin politik dhe të gjithë politikanët të cilët kanë një peshë të caktuar politike në publik, dhe kemi vendosur në listë mbyllur të rinjt. Janë futur në listë mbyllur vetëm ato personalitetet të cilët mund ta prishnin garën. Kështu që në kuptimin për shkak të peshës tyre specifike politike. Okej, se s'kemi kohë. Atëherë flasim pak atëherë për temi situatën në Tiranë. Ju lutem me gjëja na ndihmoni me tabelën si do votonin shqiptarët, si do votonin tiranasit në zgjedhjen, nëse zgjedhen bashkën sot, që është pyetja e sondazhit të djeshëm, pra tabelën me përqindjet, ju lutem për Tiranën. Nëse e keni ose për ndryshe atëre do të çojmë unë apo e kemi. Okej, e kemi atëre. Megjithatë e kemi edhe në Magic Wall. Vota në Tiranë do të ishte kështu pra 53.2% Partia Socialiste, 35.8% e gjithë aleanca e Sali Berishës, 6.3, 6.2, 3.1 janë 3 formacionet e reja, cilat pretendojnë spaku një mandat në Tiranë. Kjo tonë me një për llogaritë të tjera që ne bëm dje. 19 është e garantuar, Partia Socialiste është shumë afër mandatit të 20, kjo edhe për shkak të faktit se partitë e tjera si PSD-ja, megjithëse ke PSD-ja, unë mendoj që PSD-ja do ta ruajë mandatin e saj, do të jetë një nga temi sfidat që do t'i ndodhi sondazheve ku do në gjithë vendin, PSD-ja do ketë pozita të tjera, por gjithsesi, bazuar te këto, Partia Socialiste ka 19 shkon drejt mandatit 20. Kjo ju shton mundësitë, po nga ana tjetër, apo jo tura shton edhe rivalitetin. Pa dushim edhe, në fakt, do doja t'i kthesha edhe në argumentit më parë. Nuk e shoh abstrakte rezultatin e Tiranës që votojnë kandidatët. Po t'i shofësh, janë numrat me Shkodrën, nëse do të krahasosh ti, janë shumë të ndaja. Dhe këta zotrinj, unë i kam ndjekur në mënyrë profesionale, janë përdit në komunikim me njerëzit. Nga Partia Demokratike i kam kërkuar t'i shoh performanca të ngjashme me socialiste, nuk e shoh. Shoh vetëm Jorita Tabaku në cila ri gjithë ditën në qytet, takon njerëzit, komunikon me njerëzit, dhe të tjerët... I bie që të punoj për djalin Fariballiut, në fund fare. Pavarësisht kësaj, po duke referuar rezultatet. Për fat keq, jo për Joritën, po për Partinë Demokratike, sepse Jorita është një nga deputetet më dinamike, më efektive edhe në oponencën e saj që ka bërë. Mu me thënë vërtetë në këtë pikë të historisë politike shqiptare më vjen më shumë keq për individ tillë si Tabaku, si Çollaku, si Ali Mehmeti, dhe Partia Demokratike e ka ndarë fatin e vet. Puna është e ka ndarë fatin e vet Partia Socialiste apo jo? Sa ndikon fakti në Tiranë i ngjarjes që ndodhi në Vilirit tonë? Po përpara se të shkoj atje, do doja që të shpjegoja që sondazhi tregon fare qartë një Tiranë që është motori ekonomik i këtij vendi, pra një Tiranë e cila ka bërë një hop cilësor për sa i përket ekonomisë së saj dhe flas ekonomisë si kryeqytet dhe patjetër dhe ekonomia e vendit. Flas për aty duket shumë qartë turizmi në Tiranë, pra aty duket shumë qartë Tirana e cila ka krijuar një mundësi për shumë njerëz të cilët i janë bashkuar asaj. Dhe pastaj për Tiranën solidare, Tiranën që nuk ka lënë mbrapa shumë njerëz, mos harroni, është një Tiranë që u ringrit nga tërmeti, është një Tiranë që u ri më këmbë edhe nga një pandemi, që pra kryeqytetet caktuara në botë dim shumë mirë që e përjetuan pandeminë me një zhvillim ekonomik që u trondit e kështu me radhë. Ndërkohë që Tirana vazhdon dhe rritet. Dhe ajo është në fakt historia e gjithë Shqipërisë. Po për t'ju kthyer pyetjes tuaj, Jo, vetëm një sekondë, se ju më hapet një parantezë shumë interesante. Pra, sepse unë mendoj që në gjërat që ju thatë, raditën dhe disa sukseset të Tiranës të drejtuara nga Rën Viliaj.
Apo jo, pasin fokusin e Erionit ka qenë gjithmonë shënërimi i Tiranës në qendër atraksioni turistik, një qytet safe etj. Megjithatë, çfarë shoh për shembull kandidat të partisë tuaj, cilët nuk mendojnë kështu si mendoni ju. Cilët prandaj jemi jo, një sekond, që të mendoni ndryshe është një gjë dhe që të mendoni totalisht ndryshe është një gjë tjetër, kur jeni në një çadër. Për shembull, një nga kandidatët tuaj del dhe xhiron plerat nëpër Tiranë, rrugët e pashtruara në Tiranë. Pra le të themi, nxjerr një Tiranë pak më ndryshe dhe në këtë mes them unë, edhe në editorial prandaj thash, pra rëndon hija e Erion Vilis, pra rëndon në mënyrën se si dikush e ka parë apo e shikon. Nëse mund ta ndërhyja, ju kërkoj shumë ndjes bashkëbiseduesve se është e pasjellshme nga ana ime që ndërhyj kaq shpesh, po doja vetëm për këtë rastin që dua ta them. Rrugët pashtruara kanë pezë sa të duash. Rrugët pashtruara kanë në Ndroq dhe kanë në Vaçar ku unë drejtoj politikisht. Mungon uji atje. Patjetër që infrastruktura rurale është në dy çështjet kryesore, bashkë me atë të pronësisë letrave të tokës. Pra mundet që dhe Toni Gogu të merrte kamerën dhe të dilja dhe të bëjë. Ajo çfarë unë kam zgjedhur është të tregoj punët që Partia Socialiste ka bërë, sepse nuk janë punë që bëhen kollaj. Për shembull, të rimëkëmbësh zona të tëra, komunitetet të tëra, siç kishim ne, nga tërmeti nuk ishte e thjesht. Jam duke folur për 1000 banesa plus. Jam duke folur për ca prototipe lagjesh që ngjajnë me një fshat evropian. Pra lagjet e reja që janë në Vaçar, një lagje e re që është në Pezë, një lagje e re që është në Ndroq, janë lagje pas tërmetit, janë prototipe të lagjeve, komuniteteve rurale, moderne, europiane, të cilat unë besoj që do hapin dhe do modelojnë gjithë zonën. Kështu që shkollat e reja, pra 4 shkolla në Pezë nuk janë bërë në kohën kur nga ajo komune dhe ai komunitet drejtohej dhe mbikëqyrej, po themi politikisht, nga një nga patriotët tanë dhe figurat më të mëdhaja të historisë së shekullit kaluar të asaj zone Myslim Pezës. Pra, ndërkohë u bën në 4 vjet. Pra, 4 shkolla të reja që janë super moderne me cilësi shumë madhe, që unë besoj që janë aja për një komunitet rural që të filloj të japi fëmijëve të vet mundësinë për të vazhduar përpara. E thash të gjithë këtë sepse ne të gjithë kemi një zgjedhje. Si do ta shohim gjën? Nëse ne duam që ta bëjmë këtë pjesën Zoti Balla nuk tha opozitarët, tha deputetët tuaj. Bën tjetër një gjë. Nuk ju referua opozitë. Unë mendoj që kjo është zgjedhje e çdo individit. Secili nga ne, kur del nga shtëpia, familjes, ne jemi nisur, kemi ardhur sot në studio, secili nga ne ka pasur një zgjedhje. Kemi pasur mundësinë që ne të shohim gjërat që shkojnë nga udhëtimi ynë nga shtëpia deri në studio, ose të shohim gjërat që shkojnë. Unë kam zgjedhur që ta drejtoj atë bashkësi socialiste atje me optimizmin që Shqipëria e 2013-ës kur ne e morëm, me Shqipërinë e 2025-ës ku jemi sot dhe 2030-ës ku duan të shkojmë, janë komplet të ndryshme. Sot fshati me optimizmin që ne kemi krijuar, duke mos bërë çuditëra, por duke bërë një akupunktur të thjesht dhe çka kam parasysh, shkollat, qendrat shëndetësore, shërbimet në komunitet, rrugët të cilat kemi shumë nevojë t'i çojmë në çdo qendër të banuar, kemi prekur besoj pjesën më të mirë të tyre dhe kryesorja fare është që njerëzit të mundet të kenë mundësinë që të vazhdojnë dhe të bëjnë ekonominë e tyre familjare. Pra, agroturizmet, fshati ynë nuk është më një fshat I cili duhet të marrin të gjithë rrugën e tij ikin. Mundet të krijojnë mundësinë aty. Kështu që Lega? Në rasti I zotit Veliaj, po të shohim sondazhin e Tiranës, tregon që valenca e zotit Veliaj në rezultatin e Partisë Socialiste në Tiranë është afër zeros. Ju kujtoni Valenca, I referoni arrestimit. Po. Jo, pra, arrestimi I Rënviliajt është në nivel 0. Pikërisht, është në nivel 0. Dhe fakti që unë mendoj që Partia Socialiste merr 20 mandate në Tiranë, sipas këtij sondazhi dhe po të kalkulosh shumë gjërat tjera. Ose nëse s'mçoni mua, shkojmë pak te tabela e 2021-shit, si janë ndarë votat në mandatet në Tiranë, nëse keni të mundur. Pra këto janë rezultatet e 2021-shit, shikohet që këtu
Partia Demokratike dhe LSI-a nëse do ishin bashkë, kam frikë të kishin prodhuar 18 mandate vetë. Pra, mendoj që mandati PSD-s do i kishte shkuar dy partive të opozitës, cilët së bashku shkonin gati më shumë se 45%. Por ndërkohë shikojmë që sot dhe kalojmë tek sondazhi ynë i djeshëm, pra gjitha partitë opozitare së bashku nuk shkojnë as 36%, pra kanë humbur 9 pikë. Ndërkohë që shikojmë që Partia Socialiste është rritur edhe ajo me shumë pikë, pra në momentin që është shtuar dhe mandati 37, i bie që mandati 19 është i sigurt dhe luftor që është në çik rezultat i çuditshëm ky se pas një pushteti kaq të gjatë. E vërtetë. Mos kesh asnjë konsum politik, kjo është për të studiuar nga... Jo për të studiuar, ose pastaj këto do e diskutojmë me Teti Blushin 52, pastaj është situata në gjirin e opozitës që është... Unë kam qartë që si pas me është performanca e dobët e opozitës, si në strategji, si në komunikim, si dhe në ide në alternativa. Dhe ndaj po zotrin po mbajnë njëtat rezultate, bile çuditërisht me rritje, sepse problemi qalon ke krau tjetër. Diku tjetër. Kjo toni dikush thotë, e pastaj po ja la fjalën juve, kjo dikush thotë me drejt, që paradoksalisht mund ndodhi që votues ketë më pak në shkallë kombëtare, votues ketë më pak se në 2021 dhe për Partinë Socialiste, dhe prapë do merrnin mandate më shumë. Për shkak se ata votuesit më pak ndikojnë më shumë tek rezultati i opozitës. Le të themi, kjo mund t'ju japi juve një 4 vjetësh, që mund t'jetë sigurisht 4 vjetësh i futjes në Europë, po mund t'jetë 4 vjetësh ju e fundit pushtet. Do doja të bëja një disclaimer, nuk e di si ta them shqip. Pra, unë nuk jam politolog, dhe nuk është se shifrat mundet t'i lexoj siç mund t'i lexonte një politolog. Unë jam një jurist, kam punuar në institucione dhe bankare financiare, kuptoj pak ekonomin. Po me shifrat i kuptoni. Numrat flasin qartë, po jo numrat përsa i përket analizës politike, kam fjallër. Numrat flasin qartë dhe nuk bie dakord në një gjë. Numrat flasin qartë për një ekonomi në rritje me një performancë të lavdërueshme. Ekonomia shqiptare ka performuar në mënyrë të lavdërueshme. Kjo nuk është fat. Kjo është pjesë pra produkt i ca politikave që kjo shumicë socialiste ka ndërmarrë. Pra, vendosja e disa përparësive në një ekonomi, siç është turizmi, siç janë shërbimet, siç është bujqësia, pra të investosh, siç janë infrastruktura, pra të investosh në një shoqëri, se ne kemi ekonomi fqinje që kanë vendosur të investojnë, pra të shpenzojnë vetëm në shpenzime operative. Rrit paga, mos bëj asnjë gjë në ekonomi, e ka bërë Maqedonia, e bën Kosova, pra në ekonominë e tyre nuk ka asnjë investim kapital serioz. Ndërkohë që në Shqipëri, ne po ta shikosh, gjëja ka pasur kantiere nga më të ndryshmet që kanë shëtitur. Maqedonia e Veriut është krejt rast tjetër. Mirë, i marri me radhë, i shikojnë. Se investojnë në turizëm. Shikojnë, pra, e para njerë shikojnë ekonomi. Mirë, jemi duke folur, jemi 20 vjetë për para. Unë jam duke folur tani. Pra, e para është ekonomia. E dyta, turizmi, sepse thuhet që shiko turizmi u gjet Shqipëria, po këtu ishte Shqipëria, si u gjet Shqipëria, ta hapur ishim ne. Pra njerëzit mund ta vizitonin. Ka ndodhur dhe para jush, po jo kaq rritje eksponenciale. Unë mendoj që ka ndodhur. Një gjë duhet ta themi që diçka ka ndodhur pas viteve 2013-2015. Absolutisht. Sepse kjo është nga 1 milion në 10 milion. Kjo gjë nuk është se është opozita keq. Nëse ju thonin që ata vinë të shikojnë se si zihet saliu me lulin, pastaj luli me gazi, pastaj gazi me... Kjo është tjetër histori, nëse vinë të argëtohen me këtë gjë. Tani gazi është kollaj, gazin më në fund e bëm zihet me ziqinen, po në regull, dakor. Tani, a mund të pysë tonë... Jo, po këto gjërat ne duhet i themi, pra ne duhet të qëndrojmë pak të lajmi pozitiv. Unë e kuptoj që lajmi pozitiv nuk bën lajm. Do më thënë lajmi negativ bën lajme, edhe këto historia e prapaskenës politikës, pas kuintave të politikës, kjo bën lajme. Edhe lajmi bi mirë për bën lajme, se për turizmin, si që tha Koli... Giro d'Italia, nesër, pas nesër, kur është? Jo vetëm e ndëruar nga shqiptarët, e parë në televizor, fillon në Tiranë. Jo, po them për turizmin, net huajt i shifnin vetëm kur ikin në aeroporte. Eksakt. Para 13, tani shohim kudo. Gjithë ditën për të janë. Kudo.
Shove nga periferia. Po vetëm flasim pak për Martini tha diçka shumë interesante. Sipas si interpreton Martini, shifra 53.2% e sondazhit, që pak a shumë me 2-3 pikë lunë edhe me sondazhet në televizionet e tjera, tregon që efekti i temi asaj që i ndodhi Erion Veliaj është afër zeros, thoni ju, Martin. Për shkak menaxhimi që i bëri Partia Socialiste situatës, mund të harroj. Tek ai 53.2% që ke edhe reformën në drejtësi. Dakor. Dhe tek ai 35% që ke edhe rikthimin e pandëshkueshmërisë. Patjetër. Vetëm ka një gjë tonë. Duhet i fusim edhe këto brenda. Po patjetër. Unë e di që po mundohesh të shmangesh, po munduhet ta bëj këtë pyetje. Që e kam ngritur në editorial e kam dhe për kolegët e mi. Pra, zoti Rama bëri një zgjedhje. Futi në listën e qarku të Tiranës, disa funksionar, ish funksionar dhe njerëz të afërt të Erion Velejit. Ju keni qenë jo, ka qenë kryetari i Bashkiak. Unë kam bashkëpunuar me Erion 2 vjet. Dhe një nga pak personat që siç kam bashkëpunuar me kryeministrin 2 vjet si zëvendësministër i kryeministrit, siç kam bashkëpunuar me shumë të tjerë. Po si duket kjo hedhja që bëri Rama në gjithë listë afër të gjithë temi figurave të bashkisë ashtë, një farë mënyre, nuk e di me dashje apo jo, një test ky edhe për një test për Erion Velin dhe për trashëgimin e tij në Tiranë. Një test elektoral. Martini thot efekti negativ është 0. Efekti pozitiv? Unë edhe ta dua ta shoh ashtu, nuk mund ta shoh ashtu. Unë e shoh si një ansambël personalitetesh që përfaqësojnë Tiranën tonë. Pra, i marri me radhë personazh. Pra, ishte ai, ëh? Jo, e kuptoj këtë pjesën domethënë ne duam të shikojmë konspiracion kudo dhe sepse e tillë është politika. Pyetje sa konspiracion, por faktet janë fakt. Bashkisë kryetari i Degës Tiranës. Edhe një herë, kryetari drejtues politik ishte. Edhe një herë, pyetja ishte që në listën tonë kemi personalitete të cilët kanë punuar. Erion Veliaj ka punuar me të gjithë. Erion Veliaj ka punuar me të gjithë. Qofshin në Tiranë, qofshin në Elbasan, qofshin në Fier, qofshin në Vlorë, Erion Veliaj ka punuar me të gjithë. Erion Veliaj ishte një nga antarët e dashur dhe është një nga antarët e dashur të familjes tonë socialiste. Çfarë ne po shohim në Tiranë është Partia Socialiste, është e vetmja forcë që ka hyrë në garë e hapur tërësisht, duke sjell 20, nuk mos gaboj, 19 burra edhe 18 gra, 20 me 17, pra përsëri duke ruajtur dhe në listën e hapur gjinin, dhe duke ruajtur besimet, dhe duke ruajtur profesionet, dhe duke ruajtur moshat, sepse çdo gjë ka anën mirë dhe anën jo të mirë. Ajo fakti që në Tiranë votohet kandidati, pra, okay, e dim, çadra e madhe është rozë. Por ama njerëzit tonë, brenda së çadrës madhe, do futemi ne dhe të zgjedhim njerëzit. Dhe këtu sigurisht pyetja për Erion Velin qëndron. Sepse efekti Erion Veli si kryetar bashkie është në kuadër të çadrës, efekti pastaj individual është efekti individual. Dhe Martini ka teorinë e vet dhe thotë efekti negativ është 0. Unë po ju pyes, sa mund ndikoj kjo te kjo hedhje në listë hapur që ka bërë Rama të njerëzve të Bashkisë Tiranës dhe njerëzve të afërt me Erion Velin. Se sigurisht Erioni ka punuar me të gjithë, ka qenë njëri i dashur, ka marrë raporte të mira me të gjithë, jo të gjithë kanë pas raporte dashura me Erionin, le ta themi troç. Unë i qëndroj asaj që kryeministri. Për shembull, një nga kandidatët për deputet që del sot dhe nxjerr një anë tjetër të Tiranës është një person që me Erion Velin nuk ka patur marrëdhënie të shkëlqyera, le ta themi troç. Nuk është se i di mirë këto historitë e marrëdhënieve, ajo çfarë unë di mirë është kjo, që Partia Socialiste e përshkruar nga kryetari i saj, ai thot, është një makinë luftarake e vajosur mirë. Pra, e diskutuam para se të futeshim në studio, për ne fushata elektorale nuk fillon 60 ditë përpara. Pra, Partia Socialiste është në komunitet e pranishme në mënyrë besnike gjatë gjithë mandatit saj, me të gjithë deputetët e saj, dhe me të gjithë, po themi, antarët e Partisë Socialiste. Pra, ne nuk kemi një strukturë që e ngrem në këmbë atë një MVN e famshme, që shkon dhe bënde zarare pasaj, 2 javë para zgjedhjeve. Nuk është kjo Partia Socialiste. Partia Socialiste është një organizat qytetare
me mision shumë të qartë, qoftë për kujdesje ndaj njëri tjetrit, por qoftë edhe për kujdesje ndaj komunitetit. Prandaj fitojmë. Toni mos u largo, të falenderoj, kam një dhuratë vogël për ty para se tikësh, nga Endri Bezho që është karikaturisti dhe artisti që më shoqëron për 2 ditësh. Endri, e kemi foton e kemi pikturën e Tonit apo akoma? Toni Gogut e kemi? Ja jep radhës tjetër. Po, unë do thoshja, shiko, ma jep në datën 12, ose 16. Pasi ta zbukuroj. Jo, ta jap tani, pastaj ngjyrat vendosja më pas. Vetëm mos na i dobëso kaq shumë, se ke edhe tetin më mbrapa që nuk është kaq e dobët. Mirë? Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit, Endri. Toni, kjo është dhurata për ty, me shpresën që të fitosh, por edhe të dobësohesh pak. Shumë faleminderit. Kjo është... Votën, mos e haro. Jo, votën nuk e tregon. Votën nuk e tregon, por suksese, kjo është pak edhe një shenjë për paqe edhe qetësie që duam sjellën përmes emisionit, që ja bëjmë dhuratë gjithë miqve. Fund fare, kjo nuk është luftë. Kjo është thjesht një garë. Faleminderit Toni dhe suksese në 11 maj. Ndërkohë ne do shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi më pas për të folur sërish për gjëra serioze. Kësaj radhë me një nga drejtuesit e opozitës, Teti Blushën. Rikthehemi pas pak.